Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Me lejnë Allahut azza wa jall, sonte vazhdojmë me temën duaja që nuk refuzohet. Ligjëratën e kaluar e përmenda do thotë që janë disa kushte dhe disa rregulla që duhet që t'i plotësojë ai i cili drejtohet Allahut azza wa jall me lutje me qëllim që lutja e tij të mos refuzohet. Lutjet në esencë janë pranuara te Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu nxit që besimtari t'i lutet Allahut subhanahu wa taala. Këtë formë paraqet varfrin edhe paraqet nevojën e tij para Allahut subhanahu wa taala. Megjithatë Allahu subhanahu wa taala i përcaktoi disa kritere, disa rregulla që duhet t'i plotësojë personi i cili drejtohet Allahut subhanahu wa taala. Disa prej tyre pëlqejnë, disa prej tyre janë obligim, disa mund që thuhet janë shtylla realisht e luqjes. Luqja është ibadet edhe atë ibadet i madh. Para se njeriu t'i lutet Allahut azza wa jalla përmenda që krejt fokusin e tij duhet me pasën te luqja e tij. Qëllimi është do thotë qet i fokusuar në luqjen e tij, në adhurimin e tij. Sikurse njëjtë që kërkohet te namazi ose te ndonjë ibadet tjetër, njëjtë edhe te luqja. Jo do thotë mendja e tij qet e shpërqendruar, por shkak se shpërqendrimi i tij atëre kallzon që nuk ka seriozitet në zemrën e tij. Kur njeriu ka seriozitet edhe është nevojtar, atëre del normalisht edhe luqja më sinqert. E keni pa personi i cili është nevojtar i madh. Momentet më të vështira kur është i kputur në atë aspekt do të thotë që ka nevojë shumë për Allahun azza wa jall. E keni pa çfarë luqen del prej zemrës tij, sa e sinqert që është, sa serioze që është. E njëjta vlen për çdo person i cili lutet Allahut çdo moment. Qoftë rati apo qoftë vështirësi. E dyta që e përmenda për një prej kritereve dhe kjo është ajo që pëlqejt, është që të luqja në kohën kur pranohet luqja. I përmenda që Ibn Kajmi ka përmend 6 prej tyre. Një prej tyre është pjesa e tretë e natës, e dyta është menjëherë pas ezanit, pasi që muezini e thirr ezanin menjëherë preferohet që me bë luqje, pastaj mes ikametit edhe mes ezanit, pastaj mes ikametit edhe mes ezanit edhe ikametit. Pastaj para se me dhënë selam, mas salavateve, pastaj ditën e xumë kur imami hip në hutbe prej momentit që hip në mimber, e deri sa e përfundon namazin e tij, preferohet për me u lut edhe po ashtu ditën e xumë, pjesën e fundit pas ikindis do të diku përpara akşamit. Këto 6 kohë janë kohrat ku pranohet luqja, jo që nuk pranohet luqja kohra tjera, po këto janë ato më të preferuarat. Edhe po ashtu e përmenda edhe thash që njeriu kur i lutet Allahut azza wa jall duhet me pas parasysh përuljen e tij, gjunjëzimin e tij në aspektin asaj që zemra e tij qete përulur plotësisht përpara Allahut azza wa jall. Me qëllim që në këtë formë paraqet nevojën, e paraqet varfrinë që e ka për Allahun dhe njeh Zotin e tij si Zot dhe e njeh se ai është i cili ka pushtet dhe ai është pasaniku dhe ai nuk ka nevojë për askënd kurse ne si krijesa kemi nevojë për Allahun azza wa jall. Këto ishin 3 që i përmendën Ibn Kajmi. Edhe do të shohim sonte me lenin Allahut edhe qerat që vinë me radhë, të cilat Ibn Kajmi i përmend dhe thotë se kush i thot ose kush i realizon gjitha këto kritere, gati sa luqja e tij kur asnjëherë nuk refuzohet me lenin e Allahut azza wa jall. E katërta është kthimi ka kibleja kur lutsi i lutet Allahut azza wa jall. Kthimi ka kibleja, drejtimin e kiblës nuk është kusht, po është një prej suneteve, është një prej gjërave që pëlqejet. Edhe është mirë ai i cili lutet Allahut azza wa jall ta ketë parasysh çdo herë kthimin ka kibleja. Ndoshta ndonjëherë nuk jepet kjo mundësi, për shkak rrethonave ku gjendet ose situatave ku ai qëndron mirë, po megjithatë nëse ekziston ai mundësi që ti drejtohet Allahut azza wa jall ka kibleja, mos ta nashkëlojë këtë rregull. Për shkak se preferohet edhe vetë pejgamberi sa në shumë hadithe është transmetuar që pejgamberi sa kur është lut i është drejtuar Allahut azza wa jall me luqen drejtim të kiblës. Një prej argumenteve kemi luftën e Bedrit ku pejgamberi sa ja shlut Allahut azza wa jall kur e ka po momentin se mushrikët ose dhujtar kanë qenë diku 1000 numër, kurse sahabët kanë qenë më pak, kanë qenë 319. E normalisht që ka qenë trishtim i madh, që 1000 persona dhe me gjithat arsenal që e kanë pasur ushtarak, kurse këto kanë qenë 319, edhe më pak kanë pasur armë, normalisht që ka qenë rreziku shumë i madh që dështojnë. E pejgamberi sa si që transmetohet, i kanë ngrit duart e tij ka kibleja edhe ja shlut Allahut azza wa jall. Unë thash nuk është prej kushteve, mirë po megjithatë pëlqet. E pesta është abdesi gjatë luqjes, ose me thonë do thotë personi me pas abdes.
Personi i cili ka abdes dhe personi i cili nuk ka abdes nuk janë njëjtë, pavarësisht që nuk kërkohet abdesi kur njeriu lutet, nuk është kriter, nuk është kusht. Mirë po megjithatë pëlqejet. Për shkak se ai personi i cili lutet Allahut azza wa jall në çat gjendje me abdes, është më i mirë se sa ai i cili nuk ka abdes. Për shkak se pastërtia kërkohet, edhe personi i cili ka abdes shpresohet me lenin Allahut që lutja e tij të jetë më afër pranimit karshi atij i cili nuk ka abdes. El Muhajir ibn Kunfudh thotë që i dha selam pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu ndërkohë që duke marrë abdes. Pasi që i dha selam, priti që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam t'ia kthejë selamin, mirë po nuk ja ktheu. Ishte duke marrë abdes. Nuk ja ktheu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam selamin atij. Pasi që përfundoi abdesin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha atij: "Innehu lam yamna'ni an arudda alayka illa inni karihtu an adhkura Allah illa ala tahara." Tha nuk kisha pengesë që ta kthej selamin. Po ajo e cila më pengoi që ta kthej selamin ishte që nuk desha ta përmendi Allahun pa pas abdes. Kjo është argument që pëlqejet edhe nuk është kriter, nuk është kusht. Çështjen e duas. Po edhe çështja nëse merr abdes, a ban me akthi do thot selamin tjetrit po. Nuk është problem. Po pejgamberi nuk ka dosh ta përmendi Allahun, vetë duke qenë me abdes. Për këtë arsye thot e urreva. Mirë po, megjithatë lejohet me lenin Allahut. Edhe lejohet me bë dua edhe pa abdes, nuk ka problem. Mirë po, nëse merr abdes, shpresohet me lenin Allahut. Shpresohet me lenin Allahut të duaja do thotë qetë më afër pranimit karshi atij i cili nuk ka abdes. E gjashta që e përmendim Ibn Kaimi është ngritja e duarve gjatë duas. Ngritja e duarve gjatë duas është prej suneti. Nuk është obligim. Do thotë që pas ka mundësi me u lut, pa u drejtu ka kibleja, pas ka mundësi me u lut pa abdes, pas ka mundësi me u lut pa i ngrit duart. Mirë po nëse i ban këto, është më afër pranimit me lenin Allahut azza wa jall, sepse njeriu zakonisht edhe dhikrin kur e ban, ka mundësi mos e pas abdes, edhe nuk kthehet ka kibleja, edhe nuk i ngrit duart e tij. Po nëse i ban gjitha këto, me lenin Allahut shpresohet që lutja e tij të pranohet. Pejgamberi si thot Salman al-Farisi, Allahu ka thënë, do thot pejgamberi thot, realisht Allahu azza wa jall Zoti juaj është i turpshëm edhe bujar, i vjen turp prej robit që kur i ngrit duart e tij nga ai, ti refuzoje ose ti kthej ato bosh. Allahu azza wa jall i vjen marrë. I vjen turp. Kur robi i ngrit duart e tij, ato ti kthej bosh. Paramendoj. Allahu i vjen turp. Unë e përmend edhe ligjëratën e kaluar, thash që kur troket ndyrë të njerëzve, njerëzit turprojnë. Edhe njerëzit zemrohen. Kur nuk troket në derën e Allahut, Allahu atëherë zemrohet. Ti do thot, kur troket në dyert e njerëzve, njerëzit nuk duan që të shohin. Thonë, çka ka ardhur ky, çka do ky, çka kërkon ky. Kurse te Allahu është e kundërta. Allahu zemrohet kur robi nuk shoh, nuk troket në derën e tij. Allahu është bujar, është fisnik. E thon dietar, pse Allahu azza wa jall do thot nuk e refuzon lutjen e këtij personi i cili ngrit duart e tij. E keni parasysh se personi i cili ngrit duart e tij do thot kjo pjesa do thot që është e poshtme e dorës, është pjesë, do thot pjesë e nevojës. Pjesë do me thonën e ku paraqitet varfria. E ke po kur e shtrin dorën tënde, e shtrin këtë pjesë, nuk e shtrin këtë pjesë. E shtrin këtë, kjo dorë, kjo pjesë, tregon që ke varfri, ke do thot nevojë, edhe kur i ngrit duart e tua dhe i lutesh Allahut, do thot ti kërkon prej Allahut. Allahut i vjen marrë, i vjen turp që mos t'japen, mos ta refuzoje ose do thot ta refuzoje thjesht lutjen tënde. Jo. Kërkesat e tua të Allahu xhel janë planuara. Për Allahun kjo është shumë e thjeshtë, është shumë e lehtë. Pushteti i tij nuk bie, as nuk humb asgjë. Përkundrazi, ti e takon varfrin tënde, atë budhinë tënde që ti e robi Allahut xhel, edhe e njeh në krahasim me personin i cili është me madh, i cili është krye lart edhe nuk do për më lut. Ai refuzon Allahun xhel. Thotë nuk kam nevojë për Zotin tim. Shpesh do thotë te njerëzit që nuk kanë bindje, nuk kanë besim në Allahun xhel. E shef kanë nevojë, janë smur ose kanë varfri ose kanë një nevojë për nevojë dunjos, megjithatë refuzon. E si ka mundësi një njeri i cili është normal, i cili e njeh sado pak Zotin e tij, ta refuzojë këtë realitet. Asesi, prandaj Allahu azza wa jall e qorton ashpër personi i cili do thotë nuk i drejtohet atij dhe po ashtu zemrohet me atë person i cili nuk i drejtohet Allahut. Në krahasim me personin i cili lutet, Allahu azza wa jall është i kënaqur me ta. Pejgamberi ka shumë transmetime që i ka ngrit duart e tij, është prej suneti me ngrit duart gjatë lutjes. Pejgamberi në veçanti kur ka pas nevojë, edhe nevoja ka qenë më e madhe, atëherë bile i ka ngrit duart e tij edhe më lart. Siç ka ndodhur transmetimet.
Ajo që e përmenda marët, në luftën e Bedrit, e kanë pa do thot sahabët, si që transmeton edhe vetë Omeri radiallahu. Pejgamberi se më vazhdoi thatë lutet. I lutje Allahu xhel, o Zot, ma jep premtimin, o Zot, ma realizoj premtimin që ma ke dhënë. As kthej ka kibra dhe i ka ngrit duart e tij, edhe i ka ngrit do thot duart e tij, do thot lart, derisa thot pjesa e sipërme e rrobave të tij i ka rënë tokë. E keni parasysh atë i kanë pas dy pjesë, pjesa e përme edhe pjesa e poshtme. Pjesa e përme e cila ka qenë lart do thot pamesa se mi ka ra. Normal kur njeriu kur lutet kështu pjesa qëndron, po kur i ngrit duart e tij, do thot ai pjesë bie në tokë, e ka ngrit duart e tij edhe as lut. E nesi thot rasin kur ka pas thatësi, pamesa se ka qenë mimber. Edhe preferohet që imami me u lutën për me rashi. E nesi thot që pamesa se ose e kam pa pejgamberin Allahut duke i ngrit duart e tij në dua derisa i dalloi bardhësia nën sqetullat e tij. Do thot i ka ngrit duart kështu. Pjesa e bardhë e nën sqetullave të tij është dallu shkaku që i ka ngrit duart lart edhe ashtu Allahu xhel. Këto janë prej suneteve që pëlqejnë dhe janë prej shkaqeve që normalisht nëse zbaton shpresohet me lenin Allahut pranimi i luqës. Çështja e shtatë që e përmendim në Kaimi thotë është fillimi duke falendruar Allahun edhe lavdruar atë, edhe pastaj dërgimi salavateve mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do thotë këto ishin përpara se me hy në luqe. I kemi disa do thotë rregulla që janë përpara. Pastaj do thotë i kemi disa që janë brenda luqës derisa të përfundojë luqja. Sikur se te namazi. E ke do thotë abdesin, e ke do thotë kibla, se këto janë kushte, kritere. Pastaj do të thotë shfillimi, pastaj brendësia, derisa vjen fundi dhe pastaj dalja. E njëjta është te duaja. Pasi që i ban gjitha këto, i merr se veprat, atëherë fillon me luqe. E preferohet që në fillim, ai i cili e nis luqen e tij, fillimisht ta filloje me falënderimin Allahut dhe me lavdërimin e tij. Falënderimi i takon Allahut, lavdërimi i takon Allahut, edhe salavatet qoshin mbi pejgamberin Allahut. Ban shqip nuk ka problem. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad. Edhe fillon do thot me dua. Thot Fadalet ibn Ubejd e dëgjoi pamesesem një njeri i cili ishte duke u fal. Luqet e tij, namazin e tij që nuk e madhëroi Allahun azza wa jall namaz. Edhe nuk çoi salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe çfarë tha? Pamesesem tha un gut ky njeri. Edhe e thiri, i tha eja, edhe i tha o ti filan. Tha kur të lutesh, tha nëse lutet ndonjëri për juve, let filloje me falënderimin Allahut edhe me lavdërimin e tij. Edhe pastaj çoj salavate pejgamberit Allahut azza wa jall, e më pas lutu me çfarë do luqe dëshiron ti. Do thotë që fillimisht e falënderon Allahun. Falënderimi i Allahut tregon që ti e njeh Allahun edhe falënderon për çdo dhun ti, për çdo mirësi që ta ka dhënë Allahu azza wa jall. E lavdëron për shkak se është më meritori që të lavdërohet. Pastaj i çon salavat e pejgamberit Allahut. E pastaj momentin që lutesh, gjitha këto që i paraprin janë shkak që luçja jote të pranohet me lenin Allahu xhel. Kjo është edukat, është etik. Do thotë që ti ka rregulla, ka etik, se si më lutë Allahu xhel. Jo çashtu veç unë ti lut në Allahut, pastaj luçja s'pranohet, normal që nuk pranohet. Do thotë është një rregull, është ka disa edukata, do thotë sjellje që besimtari duhet me pas me Zotin e tij, se nuk është mbyqje raporti njeri. Edhe kur është mbyqje raporti njeri te ke pa, shkon te kryetari, shkon te parlamentari ose shkon te drejtori ka protokoll, s'ka mundësi për me hiti kur dush, edhe si dush ti, jo. Thot qëndro, thot cilën ditë këtë ditë, sa ora këtë ora, dush me pas këtë veshje, jo me orë veshjen që çdo ti, jo. Dush me orë me këtë veshje, kështu i parfumosur e kështu se kështu është rregulli, kështu është protokolli. Edhe ndo, e ke një rregull ti takim me Zotin tënd. Edhe dush patjetër me i pas disa rregulla me respektuan në këtë aspekt. E tash, nëse i kthejmë vesh pak, ligjëratën e kaluar që e përmendja çështjen e ezanit. Çështjen e ezanit dhe çështjen do të teshehudit fundit. Unë e thash edhe atëherë, ezani fillimisht masi që thirret, më një herë, edhe e përsërit atë që e thot muezini, pas asaj preferohet mi thon luqe që kanë dhënë sunet, apo Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammad al-wasilata wal fadilata luqa. Pastaj çon salavate, apo gjitha këto dyja që janë, e para është falënderim, lavdërim, pastaj salavate, edhe pastaj luqe. E do thotë për këtë arsye pranohet luqja. Mas sezonit. E njëjta është teshehud, ti e namaz. Fillon me tekbirin fillestar.
e madhron Allahun, e lavdron, edhe vazhdon, ban dhikr, edhe në fund kur të mrin të shehut, çka thu? E thu salavatet. Kur e thu salavatin, atëre pas asoj lutesh. Kjo pjesa këtu është vendi ku pranohet lutja. Pse? Pikrisht për shkak se i ka parapri falëndërimi Allahut edhe dërgimi i salavatit mbi pejgamberin sem. Edhe pastaj do thotë vjen deri te pranimi i lutjes me lejen e Allahut azza wa jall. E teta që e pranon nuk kaimi është tobja edhe istighfari me lejen e Allahut azza wa jall. Tobja dhe istighfari janë do të thotë një prej sebepeve që ja lehtësojnë njeriu që të pranohet lutja e tij. Kurse e kundërta gjunat janë prej shkaqeve që e pengojnë robin që të pranohet duaja e tij. Pejgamberi sa me dini hadithin e mirënjohur për personin i cili ka qenë udhëtar, edhe ka përmend pejgamberi qartë ar-rajulu yuthilu safar, personi i cili ka qenë në udhtim gjatë, e ka përmend udhtim. Për shkak se duaja e udhëtarit nuk refuzohet, ajo pranohet. Duaja e udhëtarit nuk refuzohet, ajo pranohet. Thot rajulu yuthilu safar ash'ath akbar, ish popuritur, do thot rrugtim, flokt, që ka pas të rregulluar këtë pluhën, akbar, i plurosur, trupin e tij. Thot jemuddu yedehi ila sema, i ngrit duart e tij ka qielli, ka pas nevojë për Allah, ja Rab, o Zot, o Zot. Mirë po thot pejgamberi sem, thot wa mat'amu haram, vesh ushqimi i tij haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, do thot pija e tij haram, veshja e tij haram, është ushqime haram. E si ti përgjigjet atij? Do thot që pas ka penges, këto pengesa e bëjnë do thot që Allah Azza ta refuzojë lutjen. Këto pengesa janë pengesë mes teje dhe mes Allahut Azza wa Jall. Doja jote nuk shkon, nuk depërton deri te Allah Azza wa Jall. Doja jote mbetet, edhe nuk shkon deri lart, nuk ngritet. Pse? Për shkak se ka pengesat e ti. Ushqimi, pija, haramet e tjera. Gjitha këto janë sebeb që lutja mos shkojë pa përkundër të refuzohet. Për këtë arsye duhet me pas parasysh shka ha, edhe shka pi, edhe si e fiton pasurinë tënde, që është shumë me rëndësi. Andaj kujdes. Për shkak se nuk ja vlen pak diçka me fitu prej kësaj dunjoje me haram, vetëm që ta kënaqësh nefsin tanë, a realisht ta shkatërrosh shpirtin tanë. Për shkak se në këtë formë e prish dunjon pa ahiretin tanë. Lutja nuk pranohet, ajo refuzohet. Plus fut haram barkun e fëmijëve tu edhe pastaj do te gruaja jote. E ti pastaj kërkon bereqet, nuk ka bereqet. S'ka bereqet. Normal që s'ka bereqet. Andaj kujdes. Kujdes çka punoni. Edhe kujdes si punoni. Edhe kujdes hakun e jepni punës tuaj për shkak se haku, nëse nuk jepet pasuria e cila merret është haram. Madje dietar thon, nëse personi vënohet në punë 10 apo 15 minuta, çato 15 minuta duhet të refuzojë për rrogës ti, nëse kompania e tij ose shefi i tij refuzon, do thotë që t'ja paguaj ato, e ka hak, për shkak se çato 10-15 minuta ti e vënë nuk e qenë punë. Nëse ai normalisht nuk i kompenzon, ose do thotë nëse nuk kanë marrëveshje, përveç se patjetër më paraqit në atë kohë. Thoshin disa prej parëve tonë, thoshin që doja, pranimi i dojas do thotë vanohet, edhe kur vanohet mos u çudit, për shkak se ti realisht e ke mbyll me gjunat e tua edhe me mëkatet e tua. Prandaj pejgamberi sem kërkonte falje shpeshherë brenda ditës edhe natës, derisa thuhet 100 herë bante istighfar, edhe e nxiste ummetin e tij dhe thoshte pejgamberi sem ja Yuhannas, tubu ila Allah, o njerëzi, kthehuni Allahut azza wa jall, fe inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marra. Thoshte unë i kthehem Allahut dhe kërkoj falje brenda ditës 100 herë. Pejgamberi Allahut azza wa jall. Allahu ja ka fol gjitha gjunat, edhe ato të mërshme, edhe ato të mëmshme. Megjithatë, i lutej Allahut azza wa jall. E unë edhe ti, ku mbetet çështja jote? Ne më shumë sot përmendim çështjet dunjas, çështje do thotë që nuk na përkasin, që nuk duhet realisht që të bisedon, ose ndoshta nuk ka kurrë fardobie. Ose merremi me njerëzi, megjithatë marrja me njerëzi e shkatron zemrën, kurse përmendja Allahut e zbut zemrën. E përmendja Allahut azza wa jall është ajo e cila ta qetëson shpirtin, ta rahaton zemrën. Edhe normalisht në kësi raste më kupton shpresohet pranimi i lutjes tënde, se pini zemër e cila është e ngurtë, a del diçka, nuk del kurrë. S'ka mundësi me dal një fjalë e sinqert. Edhe te Allahu xhel edhe lutja nuk del e sinqert. Kurse marrja me njerëzit gibeti, ta prish zemrën, prandaj kanë thënë selefi. Marrja me njerëzit ta ngurçon zemrën, ta prish, edhe mos prit nesër pastaj ti zemra jote me pas diçka mirësinte. S'ka. Për shkak se ti mirësh me punë që nuk janë tuat. Mirësh me çështje që
as që duhesh që të mirësh me to. Realisht muslimoni duhet me qenë më i mençur. Jo me qenë deri në këtë nivel që mos me ditë se si për me arrit ahiretin e tij. Sikur se te biznesi. Ti kur bën biznes tan ditën mendon si me arrit deti dinari dirhemi. Apo e mendon tan ditën edhe angazhohesh edhe punon çdo metodë, çdo mënyrë mundohesh të arrish deri aty. E njëjta është me ahiret. Se kjo tregti, biznes me Zotin ton, edhe mundohu të arrijsh veten ton, vetën normalisht mundohesh, punosh për ahiretin ton, këtë formë po, forma tjera, vetëm se normalisht që të çojnë dështime. Për mesë se me këtë do thotë thjesht ta ka bërë qartë me dije se ai ka qenë pejgamber. Edhe ti je më gjunaçar shumë se sa ai, sepse ai ka qenë pejgamberi Allahut i mbrojtur, ka qenë shpallja, megjithatë ka qenë njëri dhe ka pas gabime të vogla. Kur njeriu pendohet e pranon gabimin e tij, ngjen keqardhje për gabimin e tij, kthehet Allahut, e njeh si Zot, edhe e paraqet varfrinë e tij si krijes, se gabon, rrëshet, edhe me këtë Allahu xhel kur kënaqet me robën e tij edhe doja shpresohet me lenin Allahut që ti pranohet atij. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme, që e përmend Ibn al-Qayyim rahimullah. Thotë Ibn al-Qayyim rahimullah, çështja tjetër është kamgulja në dua. Kamgulja në dua në kupton që ti je serioz, edhe kamgul në luqën tënde. Si kamgul? Ti kamgul për shkak se e thu një herë, edhe 2 herë, edhe 3 herë, edhe 5 herë, edhe 10 herë, e ke një nevojë, e thu ditë për ditë, me 1 vjet, 2 vjet, 3 vite, 5 vite, 10 vite, kur nuk e u shpresën të Allahu xhel. Kur? Asnjëherë kur. E thot për mesasem, thot yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. I përgjigjet secilit për juve, përderisa nuk ngutet, tha për mesem yekul qad da'awtu rabbi falam yustajab li. I jam lut Zotit tim, po Allah nuk e ka pranuar lutjen. Mendja atina. Tash nëse ti ngutesh, i lut 1, 2, 3, 4, 5, 10, thot kam problem, ti thu lutu, apo thot unë po lutna, po nuk ka rezultat, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, ka rezultat. O Allah ta vonon problemin me qëllim që Allah të pastroje, ti të vetëdijsosh, të kfjellësh, Allah ta shohë seriozitetin tënd, ti sa je serioz, a ke për një me apo jo? A e përsërit luqen apo jo? A e njeh Zotin tënd apo jo? Këto krejt janë faktorë që ndikojnë. Ka raste, nana, që evlatët e tyre i kanë pas devijum. Me vite, pse se nanët shka i dhem për evlati nuk i dhem kërkujt. Sa do dikush me thonën, pavarësisht gruaja sa do. S'ka dyshim gruaja do, ama vallaj si nana kur nuk do. Nana është nanë, edhe nuk ka mundësi me qenë barabart nana me gruajën. Kur, asnjëherë, kur, hiç, kush do shka do mund të thjesht me filozofu. Nuk ekziston kjo. Edhe ky dallim asnjëherë s'ka ekzistuar realisht, po kohëve të fundit, domethënë dominimi i lloj-lloj mendimeve, më kupton, në përshoqëri ka ndikuar që të njerëzit me pas huti kush a nona apo gruaja. Kjo është që diskutohet, më kupton, Allahu na rujt. Nona është non. Nona e cila është lut, se nona nuk dorëzohet për evlatin e vet. Shpesh i raste ka aty në që janë udhëzu. Shpesh raste, meni lezoni rastin aty që janë pendu. Shpesh luqet e nonave kanë qenë sebeb që dikush të udhëzohet. Ndoshta edhe luqet e nanave tona për ndonjërin prej neve kanë qenë sebeb që na sonte më këtu në xhami. Se edhe na shumica jon kemi qenë dikun majt edhe ngjath. Po asnjëri s'kemi qenë kështu drejt. E ndoshta luqa e dikujt prej prindërve tanë ka qenë sebeb që Allah subhanahu ta udhëzoi. E mos harroni se këmbgulja e tyre është këmbgulje serioze, ata e dinë se për vllatin e vet më e mira se sa ajo nuk ka. E kur robi këmbgul edhe përsërit, edhe vazhdon ta kërkojë njëjtën gjë te Allahu xhel, ka shpresa me len Allahu që luqja e tij asnjëherë mos refuzohet. Kjo edhe e para që e kam përmend fokusi, këto janë shpirti i luqjes, këto janë baza, kibla, abdesi, tjerët janë disoja sunete, pëlqen, i ban mirë, nuk i ban, nuk ka problem. Po këto nëse janë, edhe nëse nuk janë drejtim kibla, nëse nuk i ngrit duart me len Allahu, nëse këto janë, ka seriozitet. Edhe luqja del nxet, e sinqert. Luqja del nxet, e sinqert, se del për një zemre e cila është e nxet. Nëse merr e shikon në fund suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran është një sure e gjatë, po në fund diku ka jetin 190, 191. Allah subhanahu kur i përmend ata që janë mentar, që mendojnë, thot inne fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab.
thot krijimin e tokës edhe qiejve dhe ndrimin e natës edhe ditës ka argumente të shumta për ata që logjikojnë, ata që mendojnë. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Që përmend Allahun duke qenë kam, duke qenë shtrirë ose duke qenë do thot ulur, edhe pastaj meditojnë krijimtarinë e Allahut, edhe çfarë thonë? Rabbena ma khalaqta hadha batilan subhanaka fakina adhaban nar. O Zot, nuk e ke kriju ti këtë për kot. O Zot, na ruaj nga zjarrmëqeni. Pastaj vazhdojnë. Rabbena innaka man tudkhilin nar faqad akhzi. Do thot vazhdojnë 5 herë e përsërisin. Rabbena, 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 Rabbena. Në fund çka thot Allahu? Pas 5 herë që e përsërisin thot Allahu, fastajaba lahum rabbuhum. Allahu ju përgjigj luçeve tyre. Allahu ju përgjigj luçeve tyre. Edhe ti, ku lutesh përsërite. O Zot, e dua xhennetin. O Zot, e du xhennetin. O Zot, e du xhennetin. O Zot, e kërkoj xhennetin. E kërkoj xhennetin. E kërkoj xhennetin, o Zot, mbron nga xhenemi. Mbron, do thot, ka mesëm ka 3 herë ka përsërit. Kam gulja jote ka zonë se ti e serios. Pastaj nguqëmëria jote ndo se nuk u pranua dhe pelo, ka thonë se nuk je serios. Kur Allah Zogjel e shef se je serios, pas 1, pas 2, pas 3, pas 5 viteve, Allah Zogjel ta pranon me lena Allah Zogjel. Ama prej te e kërkohet diçka që është sinceriteti, vazhdimësia, këmbgulja, serioziteti, gjitha këto janë shkak që besimtarit realisht i pranohet luçja e tij. Ibn Qayyim madje e përmend me një vend, edhe në fillim e pana pas përmend, kur i përmend ato kushe që përmend Ibn Qayyim, thot wa alaha alayhi fil mas'alati wa tamalaqqa i bje edhe këmbgul edhe është i but. I but ka edukat me Zotin e tij. Kur lip, nuk thot o Zot bema. A i thu drejtorit o Zot, stafro, jo Zot, po mi thon bema. A i thu drejtorit, ma ti gruje se një thu të shpija. Se tu të shpi gruje stone, po. Adin, se një thu bema. O i gruja, ka mundësive. Adin, pse se po dojnë o gjallat për në mësujnë mos jellë but me gratë, po du të but. Mara nuk ka puna të ogja. Puna se problemi se dolin citatët jashtë kontrolli, po thon. Kur i thuaj i gruaja, ka mundësi, ma botëm, të shefi mos flasim, i nderumi shef, i respektumi, krejta më këton ato fjalë miradije, që thuti, mashallah më këton, ama kur vjenit e Zoti, o Zot ma jep, po në alëve, po thon. E thot Ibn Qayyim, thot kam gula, ma, me respekt, me edukat, edhe me sjedhin me Zotin tanë. E dhjeta që e përmi Ibn Qayyim, është që të bashkuaj luqen e ti mes frikës edhe mes shpresës. Mes frikës edhe mes shpresës, qëllimi është njëjtë sikur se të çdo ibadet. Çdo ibadet kërkon shpresë që Allah e pranon dhe frikë, ndërkohë që Allah nuk e ka planuar adhurimin tan. Kjo është ajo që kërkohet, do thotë realisht për çdo besimtar në çdo luqen e tij. Po besimtari kur ka shpresë lakmon. Çka lakmon? Lakmon te mirësitë e Allahut. Edhe kur kërkon te Allah i thu o Zot, bjema, për shkak se unë lakmoj te dhuntit edhe mirësitë e tua që ti i ke, ja ki dhon robërve tu, o Zot, jepmi edhe mu. Kur thu, unë e frigohem, do thotë që ti ke frikë prej dënimit të Allahut që ka mundësi me të goditë. Kjo është realitet. E në këtë rast, nëse ti me rishikon pejgamberët e Allahut, veçanti kur kanë qenë nevojtar, në atë aspektin asoj do thotë vështirësitë e tyre, ke për me pa që shpeshher ata i luteshin Allahut me frikë dhe me shpresë. Për Jahjen, në fakt për Zekerien, që nuk ka pas fëmijë, edhe as lut Allahut azza xhel vazhdimsi, gruaja e tij ka qenë sterile, nuk ka pas mundësi me lind. Allah azza xhel ja mundsoi Zekerias me pleqëri. Ju kanë thënë flokt, ju ka dobësu trupi, gruaja e tij sterile, kush mundet me paramendu që ai ka mundësi për me lind? Askush. Thot Allah azza xhel pasi që thot festejëm na leu. Pasi që ne jemi përgjigje atij, ja kemi përmendur gruën qëllimi do që ajo ka lindën, thot innahum kanu yusariuna fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Thot ata nguteshin për veprat mira. Edhe ata kishin shpresë edhe frikë, për shkak se ata shpresonin rahmetin e Allahut, kishin frikë nga dënimi i Allahut. Wa kanu lana khashiin, dhe ata ishin të përulur ndaj nesh. Ishin besimtar, denj, përulur. E kështu Allah azza xhel i lavdroi ata. Kur Allah azza xhel e përmendi cilësitë e besimtarëve, cilësitë e plota. Allah azza xhel tha walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila. Allah azza xhel tha
ata që japin nga ajo që ne u kemi dhënë. Dhe zemrat e tyre kanë frikë. Dëgjoni, Allah thot, ne që u kemi dhënë ata japin zekat, e japin pasuri. Mirë po ndërkohë ata kanë frikë. Pse kanë frikë? Për shkak se ndoshta ka mundësi që ajo nuk pranohet. Ibadeti i tyre nuk pranohet. As zekati i tyre nuk pranohet. E njëjta është edhe te luçja. Ti lutesh, megjithatë do thotë, ke frikë se ndoshta luçja jote nuk ka pranuar, se ka arsye të shumta për mos më pranuar. E njëjta është çështja që ka te Ibrahim alayhis salam. Ibrahim alayhis salam është ai i cili ja ka ngrit qabës themelit. Tha, pasi që i ngritën themelit, me djalin e tij Ismailin, Rabbena, taqabbal minna innaka anta as-samiul alim. O Zot, prano prej neve, sepse ti me të vërtetë që dëgjuesi, ai i cili dëgjon, edhe ai i cili do të thotë, është i gjithdijshmi. Prandaj Ibrahim alayhis salam. Ibrahim alayhis salam ka qenë baba i pejgamberëve. Niveli i tij te ulul azmi është shumë i lartë. Baba i pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Megjithatë, lutjen e tij ja shlut Allahut azza wa jall, që Allah t'ja pranoi ibadetin e tij për shkak se ka dyshu, jo që ka dyshu, ka pas frikë. Ndoshta ibadeti i tij nuk pranohet. Ti sot e bën namazin. Edhe as nuk mërzitesh që atu ka pranuar, s'to ka pranuar. E jep zekatin, bila si çon mend. E jep sadakon, as që i çon mend. Shkon hax, bila mas që shkon ndërmend, do me thon, a mu ka pranuar apo jo? Me pas një lloj frike pak të shpirtin tan. Se nesër ka mundësi për me dalën para Allahut pas një vepër hiç. Prandaj disa prej të parëve tan, Wahib ibn Ward, kur e lexoi këtë ajet filloi me qajt. Edhe tha Khalilur Rahman, dosti Allahut, që Allah subhanahu wa taala mori për mik, tha i ngriste themelet e qabës, edhe kishte frikë se Allah subhanahu wa taala nuk ja ka pranuar atij. E kush jam unë edhe ti? Prandaj do thot gjendja si ka qenë e tyre. Pika 11 që Ibn Qayyim thot është arritja deri te Allah subhanahu wa taala nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij dhe nëpërmjet tauhidit. Këto çështje janë çështje të rëndësishme, e keni pa shpesh në Kur'an. Kur Allah subhanahu wa taala përmend një çështje, fillon shembull, Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Vazhdon ajetin. Fund pastaj përfundon me emrat e cilësitë të Allahut azza wa jall. E keni pas çdo arkon fund innaka anta samiu dua, anta al-ghafur rahim, çdo apo. Pse përfundon? Me ta bë qartë me dije krejt ajo që ka ardhur në fillim. Krejt në fund do thot e tregon atë realitetin e asaj që ka ardhur në fillim. Shpeshherë edhe ata që nuk e din, emrat e Allahut, nuk i din, në atë aspekt nuk i din përmendsh. Veç momentin që e dëgjon ajetin. E di se në fund si ka për të përfunduar. Për shkak se krejta i shprehja në fillim, frazat që ka ardhur, kallosen si ka me qenë fundi, përfundimi. Shembull ti kur i lutesh Allahut azza wa jall, qëllimi është këtu, Ibn Qayyim e përmend. Thot Allah azza wa jall, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Allah ka emra dhe cilësi. Luteni Allahun me to. Nëse ti lutesh Allahut azza wa jall tash, edhe fillon, o Zot, unë kam nevojë për ty, edhe o Zot, unë nuk kam fëmijë. O Zot, jepëm fëmijë sepse ti je kush? Ti je kush? Dërusi, furnizuesi. A thu ti je dënusi? Ha? Jo këtu, normalisht. Kretaj kuptimi jo të emrave të Allahut, që ti e njeh Allahun e ka thonë këtu. Për shkak se ti kur thua, o Zot, më jep fëmijë, për shkak se ti je dhuruesi, ti je furnizuesi, o Zot, falem. Për shkak se ti je pendim pranuesi, ti je mëshiruesi. E nëse i lutesh Allahut me emrat dhe me cilësitë e tij, është gjatë shumë e madhe me lenin Allahut që pranohet lutja jote. Prandaj Shoaib kur tha Rabbena, iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. O Zot, gjyko mes neve dhe mes popullit ton me drejtësi, sepse ti je gjykatësi i drejtë. Isa alayhis salam tha, warzuqna wa anta khairur raziqin. O Zot, ti na furnizo sepse ti je furnizuesi më i mirë. Duaja që mësoi pejgamberi me Abu Bekrit ishte Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. Që preferohet me thon çdo muslimani, sidomos namaz. Në fund, o Zot, unë kam bërë zullum vetes time shumë, kam bërë shumë gjuna. Wala yaghfiru dhunuba illa ant, edhe nuk i fal gjunat askush përveç teje. Faghfirli maghfiratan min indik. Edhe o Zot kërkoj falje prej teje dhe më fal sepse ti e ke atë mundësi dhe ti ke maghfiratin tan. Warhamni dhe mëshirom innaka antal Ghafur Rahim.
Apo, për shkak se ti e pendimpranuesi, ti e mëshiruesi. Pejgamberi sa sem duan e cila është e menjor. Edhe që imam me zakonisht e bajnë, do thot zakonisht namazin e teravive, në kunut, doaja që është e gatë. Ku thot pejgamberi nuk ka person që e godet një pikëllim, ose një shqetësim veç thot, Allahumme inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyeti bijedik, madin fije hukmuk, adlun fije kadauk. Pas të shka thot? Dëgjoni mirë. Thot, es'eluke bi kulli ismin huwa lek. O Zot, kërkoj me të lutem me krejt emrat e tua. Allah Zogjel i mësoj sahabët edhe umetin që të lutem me përgjithsi emrat e Allahut. Thot, lutem me gjitha emrat e tua që i kej, që i posedon, se me të bihi nëfsik, që e mërtove me to vetën tënde. O allemtu ahadin min khalkik, ose ja ke mësu dikujna për krijesave tua, se ka mundësi dikujt më mësu që dikush nuk e di askush, qërë nuk e din përveç se ati. Tha, o istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indek, ose ke rujt të veça dhe nuk e ke tregu askujt, ose ke zbrit në libër, në Kur'an, ose ja ke mësu dikujt, ose ke rujt për vetë askush nuk e di, ose ke mërtu gjithi din emrat e tua, me gjitha këto Zot lutem, en tej'al al-Qur'an arabia qalbi. Ta bësh Kur'anin pranvera gjoksit tim, drita pranvera e zemrës time, drita e gjoksit tim, largim trishtimit tim, edhe dëbim ankthit tim. Thot, kush i thot këto? Pejgamberi sa thot, Allahu Zogjel ka për me zavencu pikëtimin, shqetësimin e tij, vetë asaj ka për me dhonën e rahati dhe qetësi. Tha njerëz, inshallah, ata mësojnë, i tha pejgamberi, po, ai i cili e ka dëgju këtë luqe, duhet me marrë me mësu patjetër. Kjo luqe është luqe e thjeshtë. Mirë po është shumë e dobishme, edhe ka shumë efekt. Ajo kryesore neve që na intereson këtë pikë, është tevesuli jot, arritja jote deri te Allahu me emrat dhe me cilësitë e tij. Nëse ti lutesh i thu o Zot, të lutem me këtë emrat e tua shejki. Me këtë emrat e tua. Ti je filoni, ti je Ar-Rahman, ti je Rahim, ti je kështu, ti je kështu, ti je kështu, o Zot. O Zot, nimom, o Zot, falëm, o Zot, jepëm. Atëre dije që me lenë Allah shpresohet pranimi e së luqe. Ibn Qayyim poshtë thot edhe tauhidi. Pse tauhidi? Për shkak se thot tauhidi është esenca, baza, themeli. Nëse ti lutesh nëpërmjet tauhidit, atëre me lenë Allah xhel ka shpresa shumë që Allah me ta pranoj. Shembull thot argument Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bihi an aminu bi rabbikum fa amanna. Tha o Zot, ne kemi dëgju një thirrës, i cili ka thonë, besoni Zotit tuaj, ne tha i kemi besu. Rabbena faghfir lana dhunubena. O Zot, neve na fal gjunat. Wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma al-abrar. Tha o Zot, na shli neve gjunate, na mësoj që të vdesim ne me ata të cilët janë devotshëm. Pamesëm kur e dëgjoj një njeri, i cili luqen e tij thoshte, Allahumma inni es'aluka anni ashhadu annaka anta Allah. O Zot, unë po të lutem ty, edhe po dëshmoj se ti je Allahu. La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar tjetër përveç se Allahu. Goni mirë se këtë luqe ai se ka ditë. E ka thonë vetë. Tha dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. El Ahad, ti je i vetmi. Es-Samad, i cili është pushtetin dorën e tij, absolut. Alladhi lam yalid wa lam yulad, i cili nuk e ka lindë askënd, nuk është i lindur. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, nuk është i barabart askush me atë. Kur i dëgjoj pejgamberin kështu tha, laqad sa'alta Allah bi ismi alladhi idha su'ila bihi a'ta. Tha i lut Allahut me emrin e tij, që nëse i kërkon diçka ka për me ta dhon. E wa idha duja bihi ajab. Kush i lutet me këtë veç i është përgjigj. Në shkuru kur vallahi hat. Me ata është lut. S'ka pas filozofi, me marrë me filozofu, jo. Thjesht e ka formulu me qataj që e ka pos bindje, me të uhit. Edhe luqe e ti është pranu me lenë Allahut. E 12, sadakaja para dos. Normal, ta shpikthemi pak, Ibn Qayyim e ka përmend këta, përveç 12-ve, i ka përmend 2 qera, ose 11-ve, i ka përmend një 2 qera që i përmend në fund, këto i ka përmend vend tjetër. Ibn Qayyim i thot sadakaja. Sadakaja pse ndikon te pranimi i luqes? Për shkak se ti e realisht do bëj një ibadet. Kur jep sadaka, ti do thot e fik zemrimin e Allahut, e shun hidhrimin e tij. Edhe me qëllim që Allahu ta pranojë luqen tënde. Preferohet, është mirë. Nëse ndonjëherë do mu lut, do me bodo, jep sadaka. Jep sadaka.
Para asojna, për shkak se sadakoja ka mundësi me qenë sebe pa Allahu që me të pranu luqën tonë. Pejgamberi tha sadakoja fshet e fik zemrimin e Allahut azza wa jall. E 13 Ibn Qayyim shka e përmend dhe me këtë përfundojmë me lenin e Allahut azza wa jall, është luqja qëtë sipas mundësive, qëtë sipas fjalëve që kanë ardhur sunetin e pejgamberit ose që kanë ardhur Kur'an. Do thotë për shkak se janë luqje shkurtra, gjithëpërfshirëse. Shikoni Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, mirë mirat e tua në dunjë dhe mirë mirat e tua në ahiret dhe mbrom nga zjarmi i xhenimit. Ti më pas menduj gjithë ditën gjithë natën s'kishin mundësi për me përpi lukat. Është e shkurtë ama i përfshin krejt mirat e dunjës së të ahiretit. Edhe mbrojtja nga zjarmi i xhenimit të Allahut azza wa jall. Një prej atyre shembujve është shembulli që ka përmend pejgamberi ka thonë luqja e Dhannunit, luqja e Yunusit alayhis salam. Kur është lut duke qenë në barkun e peshkut kur tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tha nuk ka njeri që lutet, nuk ka musliman që lutet me këtë luqje ndonjëherë për ndonjë çështje, vetë se Allahu subhanahu wa taala ia pranon luqjen atij. Para se mi fillu e ban la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Lut Allahu 2-3 herë. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Pastaj lutu me atë që ti do të ke nevojë. Anas ibn Malik thot që pejgamberi me ka dëgju një njeri tjetër. Një njeri tjetër. E ka dëgju një njeri tjetër. Dëgjoni. Tha pejgamberi kur e ka dëgju luqja e tij ka qenë kjo. Allahumma inni es'aluka bi anna laka al-hamd. O Zot, unë kërkoj prej teje sepse ty takon falënderimi. La ilaha illa anta al-mannan. Nuk i takon adhurimi askujt përveç se teje, me drejtësi, me drejt. El Mennan, dhurusi, bediu semawati wal ard, krijuesi i tokës edhe qiellve. Ja dhal xhelali wal ikram. O ti i cili ke pushtet, edhe ti i cili je bujar, ja hayu ya qayyum. I plotfuqishmi, i gjalli, i përjetshmi, ta bësem e ke lut Allahun me emrin e tij të madh. Që nëse i lutesh me të, kërkon prej Allahut, Allahu ta jep. Luqën tënde Allahu ta pranon. E këto nëse realizohen me lejen e Allahut azza wa jall, Ibn Qayyim thot kush i realizon gjitha këto, gati sa nuk ka luqje e cila refuzohet. Nuk refuzohet në fakt. Ajo luqje pranohet. Kush i plotson këto që i ka përmendur Ibn Qayyim me lejen e Allahut, këto janë. Andaj të mundohemi ti zbatojmë. Edhe mundohemi me lejen e Allahut që ato të jenë për dishmërinë tonë. Pjesë e jonë, pjesë e luqjeve tona. E lusë Allahun azza wa jall që Allah azza wa jall na mëshirohet na fal, e lusë Allahun që duat e tona Allah azza wa jall të i pranon dhe mos t'i refuzon. E lusë Allahun që Allah azza wa jall na vetëdijson. E lusë Allahun që kam të tona Allah të forcon. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.